Nga tribunat të ullur si spektator të lojës së futbollit, tani më janë ullur në bankën e të akuzuarve. Kështu duket se po shkruhet fati disa prej drejtuesve të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, pasi sot edhe një ish-kryetari i FFM-s është arrestuar në kuadër të një hetimi për keqpërdorim financiare që lidhet me funksionimin e federatës në periudhën 2016-2019. Bëhet fjalë për Ilço Gjergjovski, i cili sipas informacioneve gjatë ditës janë kryer kontrolle në disa lokacone, ndërsa organet hetimore kanë siguruar prova që lidhen me lëndën. Nuk përjashtohet mundësia që në kuadër të aksionit të përfshihen edhe persona të tjerë. Rasti lidhet me kallëzimin penal që Drejtoria e Policisë Financiare e kishte dorëzuar në vitin 2020 kundër 11 personave fizik dhe 14 personave juridik për dyshimet se në Federatën e Futbollit të Maqedonisë janë keq përdorur rreth 2.4 milion euro. Sipas dyshimeve të paraqitura atëherë, si kryetari i Federatës, Gjergjovski nuk ishte ushtruar mbikëqyrjen e duhur mbi punën financiare, duke mundësuar pagesa të palishme drejt kompanive të ndryshme. Në lënd ishin përfshirë edhe ish funksionar të tjerë të Federatës, të dishuar për keqpërdorim të detyrës së zyrtare, përvetësim, pastrim parashe dhe mashtrim. Hetimet kishin zbuluar pagesa të realizuara në bazë të faturave të dishuara si fiktive për shërbime dhe mallra që sipas autoriteteve nuk ishin dorëzuar asnjëherë. Gjithashtu, ishte evidentuar edhe përdorimi i kartelës zyrtare të Federatës për shpenzime private. Me që rast ishte shkaktuar dëm financiar për mbi 3 milion denarësh. Jo zyrtarisht, bëhet e ditur se gjatë kontrollit në shtëpinë e Gjergjovskit janë gjetur edhe shuma të konsiderueshme parash të gatshme, të cilat do të jenë pjesë e verifikimeve të mëtejshme në kuadër të procedurës hetimore. Institucionet e kompetente ende nuk kanë publikuar detaje zyrtare për akuzat konkrete dhe për personat e tjerë të përfshirë në aksion, ndërsa pritet që gjatë ditëve në vijim të ketë më shumë informacione për zhvillimin e hetimit.